Qof lëvduar Zë Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e diela 5 të kohës së kreshmeve, kurse psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hymë eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Me fytyrë përdhej të lutemi, të gjithë ne sot të thërasim, të qajmë para gjykatësit e të ulim flakën hakmarrëse. Me të zezat tona, o Zot, shpirt mirësin të ndefyem, nga lart na jep mëshirën, ti që fajet tona shlyen. Me ndo bitë tu ne jemi, ndonë se nga balta mrazd, lutemi mos të japësh tjetrit deri në emrit tënd. Pak sot të keqen që bëm, shto të mirën që të lypim, me çka mund të pëlqejmë ty, qysh tash e për gjithnjë. Na ndihmotri nije lume, na lejo një nije vetme, për të tu të jenë të fryqme, këto dhunti të përkora. Amen. Antifona parë. Ti e ndihma ime, o Zoti im. Psalmi 63. Shpirti e çëm për hyen. O hyj im jeti, qysh në agim të kërkoj, ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron mishi im, si toka shkret e that e pa ujë. Kështu erdha në shejtrorën tënde, për ta parë fuqinë tënde e lavdinë tënde, sepse më mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do të lartësoj duart e mia, do të ngjihem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të areshme do të lavdëroj goja ime. Ty do të kujtoj edhe në shtratin tim, në përgjimnatën do të mendoj për ty, sepse ti e bërë ndihma ime, prandaj do të brohoras në hijen e krave të tu. Shpirti mu mbështet në ty, e djatha jote më merr përdore. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ti e ndihma ime, o Zoti im. Antifona 2. Na shpëto Zot me veprat e tua të mrekullueshme. Na shkëput nga pushteti i vdekjes. Kënga Danielit profet kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit, Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit, Zotin. Bekojeni o qej Zotin. Ujëra që jeni përmbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi, bekojeni Zotin. Diellë hën, bekojeni Zotin. Yjet e qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o erëra, bekojeni Zotin. Zjarë nxehtësi, bekojeni Zotin. Acar e vap, bekojeni Zotin. Ves e brym, bekojeni Zotin. Akull e cegëm, bekojeni Zotin. Breshra borra, bekojeni Zotin. Net e dit, bekojeni Zotin. Dritë e errësirë, bekojeni Zotin. Vetëtima e re, bekojeni Zotin. Toka bekoft Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësitë e tokës. Dete lumenj, bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbindësh e gjithë shka lëviz në ujëra, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendët e qiellit, bekojeni Zotin. Kafshët e egra shtëpiake, bekojeni Zotin. Bijtë e njeriut, bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Priftërinë të Zotit, bekojeni Zotin. Shërbëtorët e Zotit, bekojeni Zotin. Shpirtra frymtë të drejtëve, bekojeni Zotin. Shenjtër e të përvujt në zemër, bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekojmë Atin e Birin e Shpirtin Shenjtë. Ta lavdërojmë e ta madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Na shpëto o Zot me veprat e tua të mrekullueshme.
na shkëput nga pushteti i vdekjes. Antifona 3. Arriti qasti kur biri njeriut do të lavdërohet. Psalmi 149, rreshtat 1-9. Festa miqve të Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re. Këndoni lavdi në mbledhjen e shenjtërve. Le t'i gëzohet Izraeli krijuesi të vet. Bitë e Sionit i brohorasin mbretit të vet. Le ta lavdërojnë emrin e tij në valle, le t'i bie në nder të tij tupanit e citarës, sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, të përvujtët i nderon me shëlbim. Le të galdojnë të drejtët në lumturi, le të brohorasin nga shtrojat e veta, e paqen lavdinë e Zotit në gojë, e shpatën dy teshë në dorë. Për të marrë shpagim mbi pagan, për t'u dhënë popujve ndëshkim, për t'i lidhur mbretrit e tyre në pranga, princat e tyre në zinxhir të hekurt. Për ta zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar. Ky është nder për të gjithë besnikët e tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. arriti qasti kur biri i njeriut do të lavdërohet. Leximi i shkurtër marr nga libri i Levitit, kapitulli 23, rreshtat 4 deri 7. Dhe ja, të kremtet e Zotit, takimet e shenjta që ju do t'i kremtoni në ditët e caktuara, të parin muaj, të 14 ditë të këtij muaji në mbrëmje, janë pashkët në nder të Zotit. Të 15 ditë po të këtij muaji është e kremtja e të pabrumeve në nder të Zotit. Për 7 ditë hani bukë të pambrum. Ditën e parë le të jetë për ju takim i shenjtë. Atë ditë mos punoni asnjë punë të rëndë. Përgjigja e shkurtër. Le të zbres mbi mua mëshira jote dhe unë do ta kem jetën. Le të zbres mbi mua mëshira jote dhe unë do ta kem jetën. Do t'i mbaj fjalët e gojës sate. Dhe unë do ta kem jetën. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Le të zbres mbi mua mëshira jote dhe unë do ta kem jetën. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Do të bëj me ju një beslidhje të re. Unë do të jem hyi juaj e ju do të jeni populli im. Kënga Zakari sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyi i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit ati ton, se do t'na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të shliruar nga duart e armikut, në shetri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dijeni popullin e tij. se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, Në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden e errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Do të bëj me ju një beslidhje të re, unë do të jem hyi juaj e ju do të jeni populli im. Lutjet e besimtarve. Shëlbuesi ynë me mirësinë e vet e ka merituar këtë kohë të shëlbimit. Atë bekojmë dhe përzemërsisht e therasim në ndihmë. O Zot, krijoje në ne një shpirt të ri. O Krisht, jeta jon, ti ke bërë që me misterin e pagëzimit të varrosemi me ty,
dhe me ty të ringjallemi në jetë. Bëj që ne sot të bëjmë një jetë krejtësisht të re. O Zot, krijoje në ne një shpirt të ri. O Zot, ti u ke dhuruar njerëzve dhurata të shumta, bëj që edhe ne të kujdesemi për të mirën e të gjithëve. O Zot, krijoje në ne një shpirt të ri. Bëj që dhe ne të veprojmë në drejtimin e ndërtimit të një shoqërie të re dhe njëkohësisht të kërkojmë atë qellor. O Zot, krijoje në ne një shpirt të ri, mjek i shpirtit dhe i trupit, shëroj plagët e zemrës tonë, që vazhdimisht të fitojmë ndihmën tënde në rrugën e shenjtërisë. O Zot, krijoje në ne një shpirt të ri. Aty që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi, po të lutemi o Zot hyj ynë, na e në ndihmë të mund të jetojmë e të veprojmë gjithmonë me dashuri që na shtyri, birin tënd ta jap jetën për ne, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqje dhe na udhëheq në jetë